Përshëndetje i nderuar. Nga jeni? Ne vim nga Tirana, kemi ardhur me pa ndeshjen e kena sigur Kosovën me Turqia. Kosovën me Turqinë. Apo mendoni se ka me fitu Kosova? kena vendosur herë të fituame. Po mbas fitore Kosova. Ndeshjes do të festoni edhe ju me këtu. Po. Në një herë. Do të pjesë do ta ngritë do të çajmë të A keni nis festën tash halo ora është 3. Javash me gesmat. Po ja nisim avash me mshu pak të panit, me bëna pak atmosferë. Në kënaq në kret njerëzit. Kur keni ardhur prej Tiranës? Kena ardhur qysh mbrëm. Qysh mbrëm kemi ardhur. Do të qëndroni deri nesër, Po, deri mbrëm në darkë, deri nesër, tu jemi. Derisa të kryet atmosfera. Apo më shoni pak të ponit, pak të unina, ndajona i par diçka për Kosovën, të përkrahmi Kosovën çdo bashk. Qysh bëra jo? Ju lum. 3-0. Faleminderit shumë. 3-1. 3-1 për Kosovën. Po, normal. I ka lojtarët më të mirë. Krejt luajnë jashtë. Çashtu e kam formu, po mendoja ekipën. Unë mendoj 3-1. Mas pakti se 4-1 atje fitu. Në momentin e fundit, në ato shtesën, 5 minuta, ai ta dhanë gollën e tretë. E kështu ju uroj sukses. Kjo është çep Zena? 3-1 ka me fitu Kosova, kështu ka munu shumë. Po mendon se kundër Turqisë do të jetë 3-1 diferencë. Po, sot kena me fitu. Faleminderit shumë. Kosova a Shqipëria a Turqia do të fitojë? Kena me fitu, 2-1. Faleminderit shumë. Kosova apo Turqia do të fitojë? Cili televizion? Kosova Info. Kosova më rejtë Kosova. Çfarë rezultati? 3-1. 3-1 për Kosovën. 2-0 pjesa parë, 1-1 pjesa dytë. Faleminderit shumë. Si e pretni rezultatin Kosova dhe Turqia? Rezultatin e presë që të fitojmë Kosova 2-1. Dhe shpresoj që të shënë një gol kusha jem Fisnik Aslani, sepse është në top formë dhe pëllunë bukur mirë. Dhe besoj që këtë Kosovë, këtë shqiptarja jem në përkrajte për faqë që tonë të Kosovë së në futbol. Faleminderit shumë. Ska përse. Kosova apo Turqia do të fitojë? 1-0 për Kosovën. 1-0 për Kosovën. Ti çfarë mendimi? Fitore sonte. Një rezultat na jep të shkurt. 2-1. 2-1. Për neve. Faleminderit shumë. Ani Lor. Faleminderit. Ju? Na jepni një rezultat Kosova apo Turqia, cili do të fitojë? Mua më vërmenja që kanë me konë 2-1 për Kosovën. 2-1 për Kosovën. Po, loja e parë ka me shkue me siguri 0-0, lojën e dytë Turqia ka me dhonë parën gol, kurse para fundit final do të jetë 2-1 për Kosovën, minutën e fundit ma mërmenjët se Kosova dhe 1 ka me dhonën, kështu që ngell me 2-1. I uroj sukses Kosovës. Faleminderit shumë. Si për gjitha kështu, dhe i përshëndet gjithë shqiptarët kudo që janë. Faleminderit.